Shkoj me pyetjen në radhës, thotë kështu: Selam aleikum, përshëndetje hoxhë nderuar, nëse dikush tjetër mi paguan fitrat për mua se jam në Itali, se nuk mundem t'i paguaj, pastaj doja të çoj personit që më ka sos këtë punë, a është e lejuar në Islam dhe ai person më thotë kur të takona do më japi shparet, selam aleikum. Domethënë ki në Itali do më paguaj këtu në Ballkan. A lejohet që? Aleikum selam. Këtu janë dy pyetje, a lejohet ai që është në Itali t'i paguaj fitrat këtu, e para, dhe e dyta, a lejohet që ai që është në Itali, ti tërkush t'ia paguaj fitrat këtu, e ki kur të vije pi Italis pushim t'ia japë parët atij. Po në dy pyetje. Shemë do të më dhon 100 euro, ki do të jepja 100 euro në kur të vi pushim veror të jap ti. Sikur se Ramazani është për shembull në mars, e ky do vije për shembull në qershor ose Po e në qartë. korrik, a ban ashtu do të thotë. E para lejohet ai i cili është në Itali me i dhon fitrat Maqedoni. Por duhet me i dhon fitrat me vlerën e fitrave që i ka Evropa, Italia, në vendin ku jeton. Se janë në disa vende shembull ku fitrat në ato vende të tjera janë shembull 20-30 euro, këtu te na është 5 euro, çka ban ai? I jep ka 5 euro fitrat këto. Domethënë jetoj evropske i jepi fitrat si ka shut, kam kupton. Kjo është Qartë, po. Kjo është problem, kam kupton, nuk ka rregull. Kjo është dallavere me fe. Na kanë ardhur informata se disa vëllezër tonë Allahu i udhëzoft dhe i falt e bëjnë këtë gabim, nuk është në rregull. Fitrat ai që është në Evropë i jep fitrat e tija me koston e Evropës, se fitrat secili vend i jep sipas standardit vet. Kjo është konstatimi i fitrit. Nuk mundet me qenë një fitër në një vend, në cilin vend rroga 7.000 euro barabar me atë fitër ku me një vend është rroga 400 euro mesatar ose 300 euro. Ki që ka 300 euro me ki që ka 7.000 euro rrogën, nuk mundin me dhon barabar fitra. Andaj ato në standardin, sipas standardit tyre e përcaktojnë edhe fitrin. Ato i kanë 20, 30, 40 euro, në varësisht ku cili vend është, në bazë të atij standardit e kanë edhe fitrin që e japin. Lejohet që çato fitra me çat standard me i dhon tene. E para. Do lejohet ai që jeton në Itali me dhon fitra në Maqedoni sipas çmimit të fitrave që i ka Italia. Shembull ato ndoshta i kanë 10 euro, 20 euro një, nuk e di, po foli hipotetikisht. Lejo, do thotë që ai do thotë ti çojë në Maqedoni ose në Kosovë, ose kudo qoftë ajo. E dyta, lejohet që dhe me autorizu dikant, mi thonë, për shembull, unë na jepi ti fitrat 100 euro për mu jepi fitra, unë kur të vi verës të jap ti 100 euro inshallah. Lejohet që me autorizu dikant që ai me i dhon fitrat në emër të atij personit. Si pasojë dhe si rrjedhoj e faktit që ai fizikisht nuk mundet dhe s'ka llogari dhe s'ka logjik që prej Italis vije me aeroplan në Maqedoni që të japë fitrat tek fukarate e Maqedonisë ku ndoshta kanë nevojë më shumë për fitra se sa njerëzit që jetojnë në Itali për shembull. Shumë e qartë.